Disa përfaqësues të familjeve banesat e të cilave ndodhen pranë kanalit të ujrave të larta tek ura e Dajlanit kanë qenë sot për një takim në Bashkinë Durrës. Prej disa ditësh, ata janë njoftuar nga IKMT për prishjen e banesave të tyre për shkak të zgjerimit të kanalit, por institucionet shtetërore nuk u kanë lënë kohë të përmbushet asafati ligjor prej 10 ditësh për të gjetur një strehë tjetër. IKMT ka vendosur si afat të fundit për prishjen ditën e mërkurë, ndërsa banorët kërkojnë nga bashkia strehim dhe bonus qiraje, sepse nuk mund të flaken në rrugë pas 20 vitesh që jetojnë aty. Kam sot 20 vjet që i kom rrit ato kalamajt ma të shtëpi. Erdhi dita, na erdhi bomb ke shtëpia. Ku të vete une? Ku të shkoj unë? Ku të qoj plaçkat unë? Stërim nuk kam, gjon s'kam, bashkia edhe qeveria nuk po marrin as i lloj mase. 2 ditë kohë na lan. Qa do bëj unë për 2 ditë? Jam dakord, nuk jam kundër ka unë qeveri që të prishë shtëpiat, po vetë na japi një strehim. Unë kam një javë që rri jashtë. Edhe unë dua një strehim për kalamajt, unë kam 20 vjet me barake. Nuk du rrëzgjedhje tjetër, përveç të strehim kalamajt. Asnjë nuk ka ardhur me marrë rrëzgjedhje për fëmijët. Komshit na kanë vesh prap. Sot ju dha ndonjë alternativë gjatë takimit? Shohim tani kur dalin, nuk e di. Me 21 më prish shtëpia. Pa na i ditë që afat që të unë të hiqja plaçkat apo... Pra në momentin që ti do prish shtëpia dhe plaçkat i kishe brenda? Në brenda. Nuk jam kundra që mi prishën, pa ama jo të lijem kështu në rrugë. Një përfaqësues i organizatës ushten që mbron të drejtat e komunitetit rom dhe egjiptian, tha se gjatë takimit ku ishin të pranishëm specialistë të bashkisë, banorëve ju premtua se do të lidhet bonus qiraje. Është lënë sot një afat i fundit nga IKMT-ja për të braktisur dhe për të hequr gjërat nga banesa. Ne sot domethënë jemi munduar, kemi ardhur në Bashkinë e Durrësit ku kemi kërkuar një takim me kryetarin e bashkisë, por nuk mundëm ta realizojmë dot me kryetarin, kemi realizuar me disa specialistë të strehimit, ku në takim na është thënë domethënë që Bashkia e Durrësit do mundohet domethënë që të krijojë mundësi strehimi, të paktën në këto momente mund të mbështesim me bonus qiraje. Kemi kërkuar sot bashkë me banorët që të kemi një afat kohor nga IKMT derisa banorët të gjejnë një banesë domethënë që të futen brenda, sepse nëse sot prishen banesat, ata sot do e kenë të pamundur domethënë që të krijojnë, do të gjejnë një shtëpi dhe të futen brenda. Pavarësisht kërkesave të banorëve për të shtyrë afatin e prishjeve, IKMT u deklaroi përfaqësuesve të familjeve të prekura se afati për prishjet do të zbatohet ditën e sotme, pasi 2 ditët në vijim priten rreshje të dendura shiu. Më herët dhe kryetaria e Bashkisë Durrës Emiriana Sako njoftoi në rrjetet sociale se procesi i prishjeve do të vijojë.